Jemi rikthyer ndalimit tani në të tjera zhvillime. Emigrantët shqiptar nuk heqin dorë me sa duket nga transporti për të shkuar në Britaninë e Madhe. Ata kanë gjetur të tjera mënyra, zvogluar kalimi nga Franca me gomonën në drejtim të Britanisë, por ka dhe mënyra të tjera, madje duke paguar shumë të mëdha monetare. Për të folur për këtë kam avokatin shqiptar në Londër, Naim Asani. Asani, përshëndetje. Ftesën. Faleminderit ju. Asani, pas një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Britanisë dhe pas masave, le të themi, të qeverisë britanike, ka pasur një rënje të numrit të emigrantëve që hyjnë në mënyrë ilegale nëpërmjet gomoneve në Britaninë e Madhe. Por duket se pavarësisht le të themi numrit të ulët, ka ende përpjekje dhe janë gjetur mënyra të tjera. Cilat janë këto mënyra dhe sa variojnë pagesat në këtë mënyrë ilegale që shqiptarët paguajnë për të mbritur në ishullin britanik? Padyshim në vitin 2022 kishim kulmin e numrit të jashtëzakonshëm të shqiptarëve që vinin me gomone nga Franca drejt Britanisë, jo më pak se 14.500 qytetarë shqiptar erdhën ilegalisht me gomone në Britani. Statistikat qeveria britanike kanë nxjerrë vetëm javën e kaluar statistikat për vitin 2024 dhe vetëm 813 persona qytetarë shqiptar kanë ardhur me gomone në mënyrë ilegale nga Franca drejt Britanisë, pra falë marrëveshjes dhe përpjekjeve të përbashkëta të qeverisë shqiptare dhe qeverisë britanike, dhe sidomos insistimit të qeverisë britanike për të ndaluar e frenuar fluksin e emigrantëve paligjshëm nga Shqipëria drejt Britanisë, kemi një rënje drastike të numrit të emigrantëve që vinë në mënyrë paligjshme në Britani. Duke parë se qeveria britanike në mënyrë të vazhdueshme, sidomos qeveria aktuale e Keir Starmer, po e ka motivin e saj kryesor luftën kundër trafikantëve dhe kriminalëve që organizojnë të tregtitë të tmerrshme me jetën e njerëzve, dhe duke tashmë janë një numër i madh trafikantë shqiptar në vëmendjen e autoriteteve ligjzbatuese, ka rënë një rënje drastike të mënyrës se si qytetarët shqiptar tentojnë të hyjnë në Britani, duke parë faktin se ata kur hyjnë me gomone do të dorëzohen patjetër në autoritetet britanike dhe marrëveshja mes Shqipërisë dhe Britanisë dhe sankcionimi në ligj i Shqipërisë si vend i sigurt i jep mundësi të ulët atyre që arrestohen nga policia sapo vinë gomone që të jenë të lirë dhe ata dërgohen qendrat e përpunimit të çështjeve tyre të azilit në kampe, siç quhet detention center në anglisht, dhe pastaj Home Office merr vendim në periudhë të shkurtër dhe duke parë numrin e shtuar të fluturimeve nga Britania drejt Shqipërisë me qytetarë shqiptar që ju është refuzuar kërkesa për azil, me sa duket trafikantët po zbulojnë ose po rikthehen më mirë të thënë në mënyrat e vjetra të mëparshme të dërgimit të emigrantëve paligjshëm në Britani, dhe duke parë se ka një probleme të theksuara jo vetëm në Shqipëri, por në vendet tjera të Ballkanit dhe luftat e ndryshme që janë në vendet të ndryshme dhe padyshim trafikantët zhvillojnë biznesin e tyre në dëm të fatkeqëve që tentojnë të hyjnë në Britani në mënyrë të paligjshme. Dhe numri ose mënyra se si qytetarët shqiptar tani më vinë me gomone nuk është e re, por ajo që është e re është që është arritur në mënyrë të ndjeshme pazari që bëjnë trafikantët shqiptar, duke shkuar deri në 23.000 shifër, 23.000 pound, një shifër marramense vetëm për të hyrë në Angli për të jetuar ilegalisht, dhe padyshim ka një dëshirë të atyre që duhen të vinë në paligjshme që për mos të rënë në dorë të autoriteteve britanike në mënyrë që të zhvillojnë aktivitetet e tyre. E kemi diskutuar shumë herë përpara që një pjesë e tyre vinë dhe transferohen në shtëpi bari në aktivitete kriminale për të cilat arrestohen më vonë dhe përfundojnë në një me probleme me trafikantët, dy probleme me familjarët e tyre në Shqipëri nëpërmjet rrjetit trafikantëve dhe sa variojnë pagesat në këtë, le të themi, trafik të paligjshëm të bashkëdhetarëve tanë, cilët rrezikojnë dhe jetën?
jo vetëm rrezikojnë padyshim rrezikojnë jetën, por edhe në rrethanat se si janë, duke parë se paguajnë shumë nga 18.000 dhe 23.000 pound, kanë probleme të theksuara me ata personat të cilët ju marrin parë borxh për të ardhur, për shik këto dhe trafikantët dhe përfundojnë në rëndom në shtëpitë e barit, dhe duke parë se policia britanike, autoritetet britanike jo më lart se 2 javë përpara kanë bërë një operacion super të madh duke arrestuar një numër të jashtëzakonshëm qytetarë shqiptar. Ata mund të kenë ardhur në Britani për 2 javë përpara ose 1 muaj përpara, dhe me shpresën që do të bëjnë ato parë dhe do të vazhdojnë aktivitetin e tyre pas aktiviteteve kriminale, por duke qenë se policia dhe organet ligjzbatuese janë bërë në ndjekje të shumë këtyre kriminalëve që organizojnë këta aktivitetet tërësisht paligjshme në Britani, ata arrestohen, dërgohen në burg dhe pasi dërgohen në burg marrin urdhën e deportimi dhe kthehen në Shqipëri duke përfunduar në probleme të mëdha, jo vetëm financiare, por probleme me trafikantë. Asani, sepse për shkak edhe të profesionit tuaj si avokat dhe keni pothuajse kontakte pothuajse çdo ditë, duke paguar shuma kaq të mëdha, nga 18 deri në 23.000 euro, do të thotë që pasrohen shpejt, dhe do të thotë që nuk vinë aty për një jetesë më të mirë, por vinë më pas për të punuar në ato që ne njohim rëndomt si shtëpibari apo jo. Ky është realiteti që duhet të shesin trafikantët në TikTok, dhe keni parë reklama të ndryshme të cilat TikTok po mundohet të heq, po me sa duket sa më shumë që luftë që bëjnë organet ligjzbatuese britanike dhe organet ligjzbatuese në Shqipëri edhe në vende të tjera, aq më shumë sofistikohen edhe aktivitetet kriminale të trafikantëve që merren me të tregti. Faktikisht nuk është se ata kur vinë në Britani dhe shtëpia e barit paguhen në këtë mënyrë të tillë, ata shfrytëzohen, një numër i madh të tyre shfrytëzohen nga lëm kriminal dhe jo vetëm që nuk marrin pagesa për rrugën që kanë bërë, për paret borxh që kanë marrë për të ardhur në Britani, por është një zhgënjim total sepse ata disa prej tyre arrestohen në kohë shumë të shkurtër, siç e thash, dërgohen në burgje dhe përfundojnë në Shqipëri. Pra është thjesht një realitet, një surreal, një pamje absolutisht jo e vërtet që trafikantët ju prezantojnë të rinjve shqiptar në mënyrë që ata të rekrutojnë kontingjente të rinj për të punuar në shtëpia të bara ose në aktivitete të tjera të paligjshme në Britani. Realiteti është tërësisht larg kësaj. Një numër jashtëzakonshëm i të rinjve shqiptar janë në përburgje, duke parë rreth 1.723 persona pas statistikat fundit që janë në përburgje shqiptare. Pjesa më e madhe që janë gjetur duke kultivuar dhe prodhuar cannabis, dhe do të thosha që nëpërmjet televizorit tuaj do të thosha të rinjve shqiptar që mos bien pre e këtyre aktiviteteve kriminale të trafikantëve, sepse realiteti në Britani është tërësisht larg nga ata që premtohet. Gjithsesi, Asani, ka një rënje të ndjeshme për të vërtetës të numrit të shqiptarëve të cilët kërkojnë të mbrinë në Britaninë e Madhe. Falë Zotit, padyshim ka një rënje të ndjeshme sepse ishte trishtueshme para 2 viteve të shihni numrin kaq të madh qytetarëve shqiptar që vinin me gomone pas gjithë këtyre viteve demokraci në Shqipëri, por falë përpjekjeve të qeverisë britanike në radhë parë, por edhe koordinimit me qeveritë shqiptare dhe qeveritë të tjera në kuadrit e Europolit, kemi parë një rënje drastike të numrit të qytetarëve shqiptar që marrin këto udhëtime tërësisht të rrezikshme për jetën e tyre, por edhe konvertimi ose transferimi tani me maune me shuma paramense ka 18.000 dhe 23.000 pound është absolutisht e fatkeqësi, sepse ku do t'i marrin qytetarë shqiptar, të rinj shqiptar, gjithat para vetëm se të përfshihen në aktivitete kriminale, dhe padyshim përfituesit kryesor janë vetëm kriminalët dhe trafikantët. Ajo që do të theksoj është se jo më larg se ditën e hënë, qeveria britanike e ka quajtur parësore luftën ndaj trafikantëve të çdo vendi, dhe ka mbajtur një konferencë të përbashkët kundër trafikut të qenieve njerëzore, ku ka qenë i ftuar me sa di unë edhe ministri i Brendshëm i Shqipërisë, dhe është diskutuar një plan pan-evropian për të luftuar këtë tregti të paligjshme dhe të tmerrshme që organizojnë trafikantët për shihet ata shqiptar. Pra, Shqipëria mbetet në hartën problematike, le të themi, të Britanisë së Madhe, duke u nisur edhe nga takimi që ju përmendët i së hënës, ku ishte i pranishëm edhe ministri i Brendshëm i Shqipërisë, zoti Hoxha.
Padyshim, jo vetëm aq, po ministri ose sekretari i shtetit për punët jashtme të Britanisë David Lammy ka theksuar vetëm disa ditë më parë që Ballkani perëndimor nuk duhet të lihet me çdo kusht të përfundojë në një demokraci të dështuar dhe në duart e elementeve kriminal, sepse përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtarëve të Britanisë dhe ka insistuar që qeveria britanike, por edhe qeveritë e tjera të Evropës, të Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet të kenë një vëmendje të theksuar dhe të shtuar ndaj Ballkanit perëndimor dhe sidomos Shqipërisë për përmirësimin e demokracisë, qeverisjes dhe kushteve të jetesës qytetarëve shqiptarë aty. Gjithsesi, Britania e Madhe dhe qeveria e Starmer e ka ende, le të themi, në plan për shembull për zhvendosjen e emigrantëve të palishëm në vende të tjera, sepse përflitet sidomos vendet e Ballkanit, duke marrë shembull edhe nga Gjatri. Duke parë se qeveria italiane ka dështuar në përpjekjet e saj për të dërguar emigrantët e palishëm për të shqyrtuar kërkesat e tyre për azil në Shqipëri, në të njëjtën mënyrë siç dështoi qeveria britanike për të dërguar emigrantë palishëm në Ruanda, qeveria britanike po shqyrton mundësinë në bashkëpunim me autoritetet e Shqipërisë në kuadrin e një plani të gjerë me Bashkimin Evropian në luftën kundër emigracionit palishëm, që të përdor qendra si ajo e Gjatrit dhe Shëngjinit që janë bosh për të dërguar dhe është negociata nëpërmjet të drejtë për drejta, por edhe nëpërmjet Bashkimit Evropian me Shqipërinë, në mënyrë që nëse këto vende mbeten bosh, qeveria britanike të dërgojë atje emigrantë të palishëm nga vende që nuk mund të kthehen në shtetin e origjinës, edhe pse kërkesat e tyre për azil kanë përfunduar. Kjo besoj është me një kosto shumë të lartë për taksa paguesit britanik, por është kostoja më e lartë e mbajtjes së tyre në Britani për hotelet dhe gjithë shërbimet e tjera që marrin azil kërkuesit nga këto vende, edhe pse kërkesat e tyre për azil janë quajtur të pavlefshme dhe janë gati për të kthyer, por në vende si Afganistani, Siria, Sudani, Jemeni apo Somalia është e pamundur për t'i kthyer dhe qeveria britanike po mendon të bashkëndojë punën me qeverinë shqiptare që vendet bosh që janë në Shqipëri një farë mënyrë të mbushen me emigrantë që ju ka përfunduar çdo e drejtë për qëndruar në Britani. Gjithsesi, numri azil kërkuesve që janë pranuar ka rënë ndjeshëm në Britani gjatë këtyre viteve, sidomos gjatë 2 viteve të fundit apo jo? Padyshim ka rënë në mënyrë të theksuar numri i azil kërkuesve që janë pranuar kërkesat për azil, jo vetëm kaq, ka rënë numri i azil kërkuesve nga çdo vend në krahasim me vitet e tjera dhe në numri i kërkesave për ta krahasuar me 2 vite të tjera ka një rënje drastike, por ka një rritje marramendse të numrit të studentëve nga vende të ndryshme të botës që për arsye të ndryshimeve që ka psuar vitin e kaluar sistemi i marrjes së viza për studentë dhe transferimit të këtyre viza, pastaj në viza puna apo në viza për mas studimeve, është bërë shumë e vështirë dhe kemi një farë mënyrë, një rritje të jashtëzakonshme të numrit të personave që vinë si student dhe pastaj qëndrojnë në Britani duke kërkuar azil. Për të qeveria britanike është duke bërë një studim të veçantë dhe pritet që ministri i Brendshme Yvette Cooper të paraqitet parlamentit një projekt ligj të ri për emigracionin ilegal dhe për luftimin e këtij fenomeni, i cili tashmë e ka kaluar numrin e emigrantëve të palishëm që vinë me gomona apo mënyra tjera në Britani. Po ashtu me datën 10 shkurt të këtij viti, ministri i Brendshme Yvette Cooper ka publikuar një politikë të re të Ministrisë së Brendshme britanike ku nga ajo datë çdo person që ka ardhur në Britani në mënyrë të palishme kurdo që ka ardhur dhe nga ajo datë aplikon për shtetësi britanike nuk do të marrin këtë shtetësi për arsye se kanë ardhur ilegalisht. Pra është një politikë gjithsesi edhe si Parti Laboriste e cila është mbështetëse e ligjit dhe respektimit të drejtave të çdo individi dhe konvenat ndërkombëtare, me sa duket padyshim emigracioni është një patate shumë ngrohtë politike dhe po lufton me çdo mënyrë që të fitojë besimin e publikut duke qenë sa më ashpër por në mënyrë ligjore me emigracionin e palishëm që është problem jo në Britani, por kudo në Evropë. Naim Hasani, unë të falenderoj shumë, ishe kënaqësi si gjithmonë të ishim së bashku. Faleminderit. Mirë, ishim me avokatin Naim Hasani në Britaninë e Madhe.